Mirëmbrëma, duket si një luftë rrufe, ajo ku Irani kundërpërgjigjet bombardimeve që bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi rrjetin e tij të pasurimit uranit, nuk kanë kaluar vetëm disa orë dhe Irani goditi me raketa, pastaj, mbas kësaj menjëherë u shpall që lufta ka mbaruar. Të paktën nga Donald Trump është e mira të kthehemi paqes. Ka një njoftim nga ana e tij ku thotë që neve ishim të lajmëruar nga 14 raketa që u nisën, 13 u azgjësuan në ajër, njëra përfundoi në një vend të parrezikshëm. A thua kemi një shpresë për paqe apo kjo është vetëm fillimi, është loja e nervave, sepse jo më larg se sa 3-4 ditë përpara Donald Trump deklaroi që do mendohen, ma do ta bombardojë, do ta bombardojë dhe 48 orë më mbrapa, pa kaluar 48 orë, avionët strategjik amerikan bombarduan Iranin. Për të folur rreth kësaj teme, por edhe rreth luftës në Ukrainë, e cila po duket si një luftë e harruar, por në fakt jemi në prag të mos ka filluar, mësymja verore, ku ka shpresa të mëdha nga ana e Putin që do të ketë mundësi të avancojë për ta përdorur në tryezën e tij të bisedimeve. Ndërkohë rusët kanë zbrazur ose më saktë kanë zbrapsur gjithë pushtimin Ukrainas të territorit të Rusisë, ajo që njihej si zona e Kurskut, dhe kanë hyrë në territorin Ukrainas, në territorin e Sumit, të një qytetit pa e pushtuar këtë. Për të folur rreth këtyre ngjarjeve, sepse lufta nganjëherë kush e mendonte për shembull që në 2022 do kishim luftë në mes të Europës. Kush e mendonte që 6 president u matën dhe nuk e bën, dhe ndërkohë vjen njëri më i pamendueshëm njëri që flisë vetëm për paqen dhe në fakt në mandatin e tij të parë presidencial nuk bëri asnjë luftë, bën veprimin e pamenduar, godet Iranin në mënyrë shumë të rëndë. Pra, për të folur rreth këtyre temave, kam këtu ekspertin e sigurisë, zotin Arben Çuko. Mirëmbrëma, mirë se erdha. Mirë se u gjej. Si gjithmonë kënaqësi. Mbrëm, kur folëm në darkë, thamë që kemi një bombardim, mund të ketë zhvillim të luftës, por sapo kishte dalë lajmi që raketat janë interceptuar, ka pasur një telefonat të Iranit për Dohan, dhe pastaj Doha ju ka thënë amerikanëve shiko se do godasin në filan vend. Praktikisht aty nuk ka pasur ushtar amerikan, bile edhe qeshën sepse italianët i kishin hequr nga Kuwaiti fare, ata 10 ushtarë që kishin. Si e shikon ti këtë ngjarje, këtë zhvillim? Ndërkohë në Gaza dje kishin vazhduar bombardimet, 20 të vdekur. Ky është zhvillim shumë pozitiv për le të themi një lloj zbutje të tensioneve geopolitike në botë. Mendoj që nga ana e Iranit, ky veprim i lajmërimit të Dohas është veprim diplomatik, nuk është për përdorim të brendshëm. Veprim diplomatik për sa i përket uljes së tensioneve, ndërsa goditjen e bazave amerikane atje është për përdorim të brendshëm. Për përdorim të jashtëm ai lëshoi sinjal diplomatik që le të ulemi, sepse ta godasësh atë armikun, ta lajmërosh para se do godasësh, unë mendoj që ky është veprim diplomatik, nuk është veprim luftarak. Ndërkohë, shpresoj shumë që kjo paqja, ky armëpushim i vendosur të kthehet në një le të themi në një paqe afatgjatë. Mendoj që për situatën e krijuar në këto 12 ditë të shkëmbimit të raketave dhe bombardimeve midis Iranit dhe Izraelit, mendoj që më interesuari për vendosjen e këtij armëpushimi ka qenë Izraeli. Për herë të parë që nga krijimi i shtetit Izraelit 1948, izraelitët kanë pësuar dëme në njerëz dhe në ndërtime, në infrastrukturë. Në civil. Në civil dhe në infrastrukturë, civile dhe ushtarake. Që nga 1948, kjo është herë e parë. Mbase këta strategjistët civile ushtarake, izraelit, mbase kanë menduar që mund të kishin një lloj
dëmtimi, mbase kanë mbi vlerësuar sistemin e tyre Iron Dome, dhe mendoj që ka qenë një pushing i fort i Izraelit mbi Amerikën për dy arsye. E para, njërë Netanyahu realizoi atë qëllimin e tij të hershëm që angazhoi Amerikën në kundër Iranit. Nuk e futi tamam në luftë, po angazhoi në bombardime. Dhe e dyta, nevoja e Izraelit që të ndalonte goditja me raketa nga ana e Iranit, sepse Izraeli për hir të vërtetës ka pasur shkatërrime masive. Si që ka pas Irani, i ka pas dhe Izraeli. Masive, godinat shkatruara, godinat civile. Në konceptin e popullsisë izraelite nuk ishte asnjëherë menduar që mund t'i shkatrojë çereku i Tel Avivit, i Tel Avivit, i Haifas. Nuk mund të mendohej që bazat ushtarako-ajrore izraelite janë goditur? Padyshim që janë goditur. Lajmet pavarësisht se kanë nxorur një ligj që dënohen ata që publikojnë pamje. Gjithsesi lajmet janë të tilla që për një periudhë të caktuar të kohore, për 2-3 ditë, aq mjafton për të rimbushur përsëri pistat, për të vënë nga dishmëri pistat. Aviacioni, pjesë e aviacionit izraelit uli dhe ngrihej nga Kipro, nga bazat ajrore angleze që është në Kipro. Pra, kjo lloj situate mendoj që interesante më tepër Izraelit, ose të paktën po aq sa Izraeli. Kjo është e pathënë që nuk i nxorën jashtë funksionimit pistat. Po nga shumë specialist dhe perëndimor. Ish këshilltari ushtarak në shtëpinë e Bardh në kohën e Bajnit, ja kam harruar emrin tashmë. E deklaroi këtë gjë që shiko, Irani është Izraeli është në një pozitë të vështirë, pikërisht për këto arsye. E para, popullsia civile Izraelit për herë të parë, gati 18 vjet shtetë, për herë të parë po son dëm me bikurrizin e tyre, dhe e dyta, mbrojtja kundër sistemi i mbrojtjes kundërore izraelite, ky Iron Dome. I cili përbëhet nga 3 shtresa. Doli jo efektiv kundër raketave hipersonike? Jo aq sa deklarohej kundër raketave hipersonike, mund ta ketë efektivitetin maksimumi deri në 30%. Ata deklaronin 95%. Në fakt nuk ka qenë, nuk është dhe nuk mund të jetë kështu. Asnjë armë nuk është 100% efektive. Sado moderne le të jetë. Ka lajme që 3 deri në 5 avion izraelit janë rrëzuar. Pra, nuk ka armë. Do më thënë, nuk ka qenë një luftë, si themi, ku e dëmtuara ishte vetëm njëra palë dhe izraelitët si gjithmonë ishin. Jo. Keni parasysh që lajmet nga të dy palët, janë pjesë e luftës psikologjike. Pa diskutim. Dhe çdo palë përpiqet që të zmadhoj humbjet e palës tjetër dhe të zvogloj humbjet. Po transmetimi live, se teknologjia celulari ka dalë bela e madhe për censurën. Ta ul këtë lloj efekti, le të themi, të luftës psikologjike. Izraeli është numër 1 në botë, ka qenë, është dhe mendoj dhe do të jetë në inteligjencë, në konceptimin dhe implementimin e operacioneve sekrete të shërbimeve të federat. Ekziston një Barsalet, e cila është shumë afër të vërtetës, ku ministri i mbrojtjes i thot Netanyahu, shefi thot kanë bombarduar godinë e Mossadit, ka ndonjë të vrarë, thot janë të gjithë në Teheran. Shumë efektiv. Pra kjo është e padiskutueshme, e pranueshme nga gjithë spektri botror i analizëve të sigurisë e inteligjencës. Mossadi ka qenë, është dhe besoj do të jetë në majën e planizimit dhe të ekzekutimit të operacioneve sekrete me efekt themelor
ndaj një kundërshtar. Ka një frazë shumë të bukur të Ahmadinejadit, i cili thotë në kohën kur ishte president krijuam një task force për të luftuar Mossadin dhe më vonë zbuluam që të gjithë ishin agentë të Mossadit. Pra, kjo është në analiza e këtij konflikti të largësisë, konflikti të teknologjisë, se kjo është luftë teknologjike. Do me thënë, ajo inteligjenca humane edhe në këtë rast tregon që është e domosdoshme. Është themelore, është baza mbi të cilat kryhen të gjithë operacionet. Inteligjenca humane. Një oficer i shërbimit sekret, i ndihmuar dhe nga teknologjia të bën hatan. Po pa qenë ky, po u mbështete vetëm te satelitët dhe te përgjimet nuk realizon të plot planin tënd të operacionit sekret. Pra kjo është pjesa e luftimeve pastaj ajrore, tregon që kjo ishte një konflikt teknologjik. Irani e ka nisur herët ndërtimin e kapaciteteve të veta balistike. Por që i dha rëndësi të jashtëzakonshme, investoi dhe mori teknologji dhe nga Rusia, dhe nga Kina, dhe nga Korea e Veriut, ka filluar që nga 2003 me pushtimin amerikan të Irakut, iranianët, dolën në përfundimin që është ajo çështja asimetrisë që e kemi diskutuar disa herë. Irani me mundësitë që ka pasur, se Irani është shtet i madh, është me traditë mira vjeçare, me kulturë mira vjeçare, por doli në një konkluzion shumë qartë. Nuk mundej dot t'i zhvillonte forcat e veta ajrore me aleatët që kishte Rusin, Kinën, Korenë e Veriut, në mënyrë të tillë që të ishin në paritet me forcat ajrore izraelite, të cilët janë maja, për mua janë maja e forcave ajrore perëndimore. Po të heqësh bombarduesit amerikan, Izraeli është maja e përgatitjes e përvojës luftarake dhe e modernizimit të tyre. Eficiencës. Ata vetë thotë që këta janë trupa elite. Dhe Irani zhvilloi këtë asimetrin tjetër. Nuk mundet dot me aviacion dhe bëri me raketa balistike. Ka qenë 2003 që ka investuar shumë fare. Thuhet që harxhoi një pjesë të madhe të rezervës së tij raketore. Atë nuk mund ta dim, fakti që ai godiste për ditë. Ndryshe nga forcat ajrore izraelite që nuk godisin për ditë, sepse u duhej koha që të rigrupoheshin, të riarmatosin, të riplanizonin goditjen e tyre me avion, me F-35 dhe F-15. Dërsa Irani për 12 ditë rresht godise çdo ditë. Jo me të njëjtë ritëm, normal. E filloi me 100 dhe shkoi te 20-30. Po, normal. Deri në 30, deri në 50 raketa në ditë. Do të thotë që Petreus thoshte që po harxhojnë gati gjysmën e rezervës së tyre. Po, mbase shërbimet inteligjente... Kjo është prapë, jemi në fushën e propagandës. Në fushën e propagandës, sepse shërbimet inteligjente dhe amerikane dhe izraelite thonin, e deklaronin që Irani ka 3.000 raketa balistike, të rrezës mesme. Thanë 2.000 në fakt, në fillim, pastaj e shuan 3.000. Qëndësi ka, po ka dhe 8.000 të tjera me rrezet shkurtër veprimi. Pra, këto 8.000 raketa me rrezet shkurtër veprimi janë, si parim dahen me rrezet shkurtër, rrezet mesme. Janë ato raketat Kasem që përdorin Jo, janë kopjet e raketave Scud. Janë kopjet e raketave Scud që ai ka marrë nga rusët. Po janë pa precizion, në fakt. Normal që janë pa precizion, mund të updatehen, ato të përmirësohen, dhe precizioni tyre shkon deri në 300 metër. Problemi është që ti përdorësh këto kundër një baze ajrore, nuk është se ka në i dalim të madh 300 metrë si... Po, pista 2 km, 3 km, godinat, angarët, depot e municionit, depot e karburantit, në atë sipërfaqe janë. Pra, deri në 300 km, a i ka me bollek shumë,
Pastaj, deri 500 km janë këto që i ka me bollek, pastaj deri... Po 500 km nuk e kap Izraeli. Jo, nuk kap Izraelin, po kap bazat ushtarake të Amerikanëve në Irak, përballë në Arabinë Saudite, në Katar. Kam idenë që po hyrin luftë Amerikan, ndryshon loja, sepse vëzhgimi, nxjerrja e tyre nga depozitat, ngarkimi me kërkon kohë që jep kohë një aviacioni që është në ajër ta zgjësoj. Kuptot, kostot janë të mëdha, por... Historia e luftrave ka treguar që asnjë lloj teknologjie nuk është 100% eficiente. Irani ka dy avantazhe të mëdha. Në krahasim me Irakun, në krahasim me Vietnamin, është shumë i madh në territor. Territori i tij është shumë i vështirë për të operuar nga ana një ushtërie dhe popullsi shumë e madhe. Amerikanët këtë që sapo thatë ju, këtë lloj doktrine të dominimit ajror, e përdorën shumë në Irak, në 91-shin. E realizuan dominancën ajrore, por nuk arritën dot që plotësisht të gjenin ku ishin bazat e lëshimit të raketave irakiane. Dhe mos harroni që Iraku është vetëm fush, vetëm shkretir, fush dhe lumenj. Po si 4 herë më e vogël. Po nuk arritën dot të gjenin plotësisht, megjithse Iraku po pushtohej nga amerikanët, Saddami vazhdonte gjunte me raketa Scud Izraelin. Vazhdonte gjunte. Pra, ka disa avantazhe Irani në krahasim me kundërshtarët. Gjithsesi, amerikanët e bombarduan Vietnamin 10 vjet rresht. 10 vjet rresht. Kishin dominancën ajrore të plot me Vietnam. Edhe përsëri nuk arritën dot që të edhe fort të plot nga fundi nuk e patën, se vietnamezët morën avion. Dhe runin vetëm Haiphongun, Hanoin dhe Haiphongun, portin kryesor nga finin këto. Po të njëjtën gjë edhe ka dhe Irani. Irani ka lidhje ekorodhore nëpërmjet Pakistanit me Kinën. Jo, do doja... Ka lidhje rrugore me Rusin. Jam kurioz të di, zoti Shuko, nëse kjo nuk do funksionoj, pra për një arsye ose një tjetër, Izraeli është i pakënaqur nga frenimi, sepse pritet që të merren të dhënat se sa është dëmtimi i sajteve. Nuk mund të dim dot në asnjë. Po, këtë do ta marrësh nëpërmjet inteligjencës. Se kratere bombash aty ka, por sa kanë penetruar asnjë se di. Dhe ta them se në një moment nuk i kanë bërë ndonjë dëm të madh Iranit. Cila mund të jetë strategjia? Pushtimi shumë i vështirë të pushtohet një vend 90 milion banor. Unë mendoj që pushtimi është i përjashtuar, e vetmja rrugë. Both on the ground. E vetmja rrugë e depërtimit të pushtuesit, le të themi të amerikanëve, se Izraeli as bëhet fjalë fare. Shikoni është pjesa e Irakut. Po. Rrugë e depërtimit të forcave pushtuese amerikane, qofse do të vi ky skenar, është nëpërmjet Irakut. Po të shikoni gjeografinë, çfarë masive malore që janë aty. Pastaj do t'i duhet minimalja 6 muaj ushtrisë amerikane të grumbullohet, të përqendrohet. Minimalja 6 muaj. Dhe unë mendoj që ky lloj varianti i pushtimit toksor nuk e ka. Më kam vetur në mendje Bill Gates, po ish sekretari i mbrojtjes, në mos gaboj në kohën e Clintonit, thoshte që në momentin që do kërkojnë një president amerikan do kërkoj të vendosi çizmën e ushtarit amerikan në shkretirat e lindjes mesme, duhet ta vizitojmë nga trut e kokës sepse nuk është në rregull. Tani strategjia tjetër. Nëse Irani vazhdon këtë loj force që mua nuk më duket se ata duan ta vazhdojnë konfliktin. Po se ishte veprim diplomatik i studiuar shumë mirë lajmërinë. Por do vazhdojnë programin bërthamor. Cila është strategjia tjetër? Ta kthejnë në epokën e gurit, ta bëjnë kallame sepse nuk munden dot. Shikoni, Irani një sekond me forcë ajrore. Me forcë ajrore, po përsëri kjo gjë do të varet shumë nga vendosmëria e vetë Iranit si shtet, e popullit Iranit. Unë mendoj që gjitha këto lloj konfliktesh i bashkojnë
popujt. Po, e vërtet është kjo. Dhe nga vendosmëria e dy aleatëve të tij më të madh. Është ravizuar, kemi biseduar, kemi 3 vjet rresht që bisedojmë. Është ravizuar blloku. Qartë, po një blok i cili nuk u tregua shumë entuziast. Po kur 12 ditë zjatën. Irani i kishte gjitha kapacitetet e veta që ta godiste Izraelin, siç e goditi. 12 ditë zjati. Veprimet e këtyre dy të mëdhenjve aleat të Iranit do të dukeshin qofse konflikti do të vazhdonte, do të shtohej. Unë mendoj që specialistët të rusë dhe sidomos ata kinezë të kibernetikës, të mbrojtjes ajrore, edhe të forcave hapësinore, pra të këtyre raketave balistike, unë mendoj që ata janë në Teheran. Është në interesin nga ana operacionale po flasë, është në interesin maksimal të Kinës sidomos, të Kinës, të marrë të dhëna teknike rreth përdorimit të aviacionit izraelit në hapësirën ajrore, rreth përdorimit të F-35-ave. Qofse specialistët kinezë të mbrojtjes kundërore do të arrijnë që të gjurmojnë, të regjistrojnë elektronikisht gjurmën që le F-35 në ajër, ata kanë arritur ëndrrën e tyre. Sepse rreziku nesër i atij konfliktit i hallkës së tretë të zinxhirit që kemi folur, Tajvanit, është F-35 amerikane, është F-22 amerikane, është B-2 amerikane. Këto janë. Pra, amerikanët janë në supermaci vetëm në këto 3 avion. Sepse përmbajtëse kanë dhe kinezët, raketa balistike, raketa cruise, raketa hipersonike, kanë dhe kinezët. Destroyer shumë të fuqishëm kanë dhe kinezët, raketa kundërore. Por kanë, të gjithë thonë që kanë një problem të madh, ende nuk e kanë provuar në terren se çfarë bashkëpunimi kanë mes armësh. Ajo është problemi i gjithë. Ai është problemi i të gjithë komandave të bashkuara dhe shtabeve të përgjithshme të gjithë botës. Nuk është vetëm i kinezë. Rusët, ukrainacët dhe amerikanët e kanë këtë eksperiencë. Ku e kanë amerikanët? Në luftrat që kanë bërë. Ka luftë e fundit e madhe që bën amerikanët kundër një kundërshtar i thujse të ngordhur është po gjithsesi në 2003. Më mirë se manovrat ushtarake. Të gjithë shtetet, të gjitha ushtrit e kanë në doktrinë luftimi i gjithë armës, po të shprehemi sakt shqip, luftimi i gjithë armës e kanë në doktrinë dhe e shkruajnë zeza mbi të bardhë që është lloji më i vështirë i organizimit të luftimit, është bashkëveprimi i llojeve të armëve dhe të shërbimeve. Të gjitha kanë. Problemi është se kinezët e testuan në këtë luftën 5 ditore me Indinë, e testuan teknologjinë e tyre. Jo më moderne. Për shembull, gjuhësi kinez që e ka dhe Iraku, Pakistani, quhet IJ-10C. Ai që thuhet që rrëzoi Rafaelin po, Rafaelin. E pranojnë të gjithë tashmë që Rafalja ka i problem, ose ky gjuhësi kinez është goxha i përparuar në elektronik. Tashmë luftën e bën qipi elektronik. Ka i problem. Radari i avionit. Avionik si është radari i cili është truri i gjithçkaje, dhe distanca e raketave. I gjithë i sistemi që përbën një platformë ajrore, një sistema dhe radari është truri. Radari kryer funksionet e vëzhgimit, të kapjes ajrore dhe drejtimit raketës. Kemi një problem që luftrat e sotme tregojnë që nuk mjafton më ajo 3 ditë kurs. Sa ishte trajnimi jonë? 3 muaj ishte? Jo, ku trajnimi i kujt? I aviacionit? I ushtarëve tanë në kohën e monizmit. Në kohën e monizmit, trajnimi bazë gjase 3 muaj. Po pra bazë. 3 muaj. Pastaj, trajnimi
Nëse nga fundi përfunduan që në villin patate, pas 3 muaj. Si ka, programi mësimor ishte 1 vit. 1 vit. Dhe vazhdonte trajnimi, po 1 vit ishte programi mësimor. 3 muaj ishte trajnimi bazë dhe 7 muaj. Sa përfshinte trajnimi bazë? Trajnimi bazë është ta përgatitësh ushtarin nga ana disiplinore, nga ana rreshtore, të di të përdor armën, të bëj qitje, të di të zbatoj urdhra taktik dhe të di ku e ka vendin në rresht, në skuadër. Çfarë roli ka? Mitralier, automatikës, granatedhës, mortaist, ndërlidhës, këto. Trajnimi kolektiv është i marrë është gjithë këto ushtarë në një skuadër, në një tokë dhe ti përgatitësh si të din të veprojnë në fushën luftimit për krah njëri tjetrit, të bashkëveprojnë me atë majtas djathas. Sepse edhe organizimi i asaj skuadre, që është 10, kjo skuadrë me 10 veta është organizuar në 3 grupe. Grupi i mbështetjes, në qendrën e cilit ishte mitralozi, dhe 2 grupet e tjera, të cilët veprojnë. Këtë nënkupton trajnimi kolektiv. Dhe në qoftë se do trajnosh skuadrën dhe togën, e ke trajnuar nga trajnimi tjetër, faza tjetër e trajnimit nuk kishte të bënte me ushtarët, kishte të bënte me shtabet për të realizuar atë bashkëveprimin e armëve, të shërbimeve dhe të njësive dhe të reparteve me njëra tjetër. Pra trajnimi themelor, më kryesori, më thelbësori i një ushtërie është trajnimi i shtabeve. Në qartë. Është trajnimi i shtabeve. Kthehemi në ditët e sotme, zoti Çuko. Atëherë, jemi në një pikë të kthehemi në hallin ton. Jo, hallin jonë do vim pak më vonë. Dua të mbetëm në hallin e Izraelit. Atëherë, tham që ka një moment i cili mund të jetë programi bërthamor nëse, nuk e di, lexova një lajm, më duket iranianët ishin tërhequr nga traktati mos përhapjes. Kërcënuan që do të rriqen. Po, kërcënuan që do të rriqen. Kërcënuan që do të rriqen, sepse është ky kundër veprimi, susta, po ta shtysh fort ajo do të veprojë në të Në fakt unë mendoj që iranianët drejtimin themelor të zhvillimit të forcave tyre goditëse e kanë pasur në drejtim të raketave balistike dhe hipersonike. Dhe investimin e tyre. Mendon politikisht që regjimi ka marrë një lloj goditje apo duke qenë një regjim i mbyllur? Unë nuk mendoj që regjimi ka marrë goditje, unë mendoj që edhe kundërshtarët, se çdo regjim ka kundërshtarë të brendshëm të shumtë dhe organizime të brendshme të shumta. Pikërisht shërbimet inteligjente, Mossadi izraelit këtu e ka pasur dhe bazën e rekrutimit, e veprimit të tij të rekrutimit tek kundërshtarët e regjimit. Çështja është që kur ke këto lloj luftrash, këto lloj goditjesh, unë mendoj që shumicën e rasteve, historia na tregon që në shumicën e rasteve populli është bashkuar rreth udhëheqjes vet. Ashtu siç bën dhe Izraeli. Ndërkohë amerikanët, e tham, unë e thash edhe në hapje, ka ndodhur një revolucion në mënyrën e veprimit të tyre ndaj Iranit, goditën. Mund ta thellojnë këtë vetëm nëpërmjet ajrit, të godasin rafinerit, Po pse? Të rritet çmimi i naftës. Jo kaq. Të nxjerrin, po ky vend bazën të eksportit hidrokarburëve. Të degradojnë fuqinë ekonomike të Iranit, po degradimi i fuqisë ekonomike të Iranit automatikisht mendoj unë sjell në rritjen e çmimit të naftës. Doktrina e Trumpit, e shprehu qartë ky sekretari i mbrojtjes, është imponimi i paqes me forcë. Ky ka qenë vija diplomatike e shteteve të fuqishme që nga koha e Aleksandrit Madh. Pra, imponimi i paqes me forcë. Është ajo që e kam përsërit e shumë herë. Fuqia është baza e ndërtimit
të marrëdhënieve ndërkombëtare. Fuqia, diplomacia bazohet gjithmonë mbi fuqinë, mbi forcën. E ka thënë Frederiku i dytë i Prusisë, diplomacia është një zanat që bëhet në hijen e topave. Në hijen e topave. Zoti Qugo, do doja të prekja pak edhe Izraelin. Kemi një lloj rënje të mitit të tij mbas bombardimit, sepse dije që ushtria izraelite nuk është e bazuar te thellësia strategjike, domethënë që të ketë një territor Ky është dizavantazhi kryesor i Izraelit. Po, që të mund të bëhet elastik, të tërhiqet, të sulmojë, të tërhiqet, është direkt mbas vijës së kufirit kanë qendrat e banuara. Gjithë këto vendet sunite, Arabia Saudite, Emiratet, Kuwaiti, e shikonin edhe si një lloj mbrojtësi, bile mendohet që paqja e Abrahamit do bëj pikërisht për këtë punë, që Izraeli në një farë mënyrë të mbronte. Kemi një lloj rënje të mitit me këto bombardime që bën, apo Izraeli tregoi prapë që është bullizues i lagjës? Izraeli tregoi që është apo është vërtet i fortë i lagjës? Është kocka më e fortë e lindjes mesme. Kjo është e vërteta. Ndërkohë, po them edhe një herë që era e parë në 80 vite, thosë 80 vite të shtetit Izraelit, është era e parë që izraelitët, popullsia izraelite pëson goditje mbi veten e vet. Është hera e parë. Lajmet dhe pamjet filmike tregojnë që Tel Avivi dhe Haifa kanë mësuar për gjashkatrime në infrastrukturën e tyre civile, qoftë edhe ushtarake, tash janë godit bazat. Ata kanë hequr nga lista objektive atë qendrën bërthamore izraelite, nuk e kanë goditur, e cila është shumë afër bazës kryesore ajrore izraelite, të cilën iranianët e goditën. Ka disa lajme që aty janë 11 raketa. 11 raketa. Portin e Haifas e goditën. Ministrinë e Mbrojtjes izraelite e goditën. Qendrën e Mossadit e goditën. Rafinerinë e naftës kryesore që kanë ata në Haifa e goditën. Përveç goditjeve në infrastrukturën civile. Pra, është herë e parë që izraelitët kanë pësuar. Izraelitët kanë qenë mësuar me sirenat e alarmeve, të këtyre predhave të padrejtuara që hidhte Hamasi dhe Hezbollahu, të këtyre raketave të prezit të parë balistik që hidhte Houthit. Dhe ky sistemi aerondom pikërisht ishte i projektuar që të përballonte këto lloj mjetesh goditje. Ato që ishin me trajektore të përcaktuar të palëvizshme. Dhe ata mbivlerësuan veten, mendoj unë, dhe nënvlerësuan për goditjen e Iranit. Dhe komandanti i forcave ajrore, pra ky komandanti i kësaj mbrojtjes ajrore, tha që eficienca e sistemit tonë, tha para 3 ditësh, eficienca, 3-4 ditësh, eficienca e sistemit tonë, si rezultat i luftimeve, nga 90% ka rënë në 65%. Po, kur e deklaron 65% publikisht, ndonë që ai ka rënë më poshtë. Sepse luftimet e përditshme, kjo ishte lloj taktike luftime iranianëve, të harxhonte në maksimum raketat kundërajrore të sistemit të parë. Me një raket $20,000. Jo, s'është $20,000. Jo, po flas për droni. Po dronët nuk po me një raket shumë më të lirë se sa ajo interceptuese. Kuptohet. Dhe 4 milionë. U stërzgjat ai shumë, u tensionua ai shumë sistemi kundërajror izraelit, u konsumuan raketat izraelite shumë. Saturohet si sistem. Sistemi THAAD, që i kanë dhënë 2 bateri amerikanët, është sistemi më i mirë sot në botë antibalistik. Po dhe ky sistem është projektuar për të azjesuar raketat balistike, të cilat vetvete janë hipersonike. Janë hipersonike ato. Dhe llogaritet që 2 raketa të gjunin një
në këto ditë e fundit, izraelitët hodhën 3 deri në 4 raketa për të gjujtur sepse ai mund të modernizohet, po tashi për tashi, sistemi thatë nuk është plotësisht eficient kundër raketave hipersonike, të cilat e ndryshojnë drejtimin e tyre pasi futen në atmosferë, e ndryshojnë. E pash një filmim, ndryshojnë. Dhe kjo është teknologji ruse. Rusët e kanë nxjerrë të parë dhe iranianët e kanë marrë nga rusët. Pra, kjo është macja me miu. Macja ka supremaci me miun, po miu fillon përvetëson metoda asimetrike që ti shmanget e ti bëhet. E njëjta gjë. Kjo është luftë teknologjike, luftë e çipit elektronik. Thuhet që Izraeli është kockë shumë e fortë. Ne jemi aleat me izraelitët, jemi aleat me kur jemi me amerikanët, miku tim është automatikisht dhe miku im, plus që ne kemi krijuar lidhje, sidomos dhe vitet e fundit, dekadën e fundit, ne kemi krijuar dhe një lloj lidhje shpirtërore. Mund të ketë pjesë edhe kjo lidhje shpirtërore, lidhje morale. Ata na e dinë përnder se baza e shtetit izraelit është dim në ku është baza e holokausti. Është holokausti. Dhe ata kanë krijuar një lloj lidhje. Jo, plus që është edhe i vetmi shtet me popullsi muslimane që kanë një mbështetje të tillë. Muslimanet, aty neve jemi shumë. Ne shqiptarët e dim se çfarë muslimanësh jemi, çfarë ortodoksësh jemi, çfarë katolikësh jemi, e dim ne atë. Pra, shteti emër me emër Hila, po tek tashi ose musliman. Shërgjegje pra me emër Prenga, po del që është musliman. Pra, ose pastaj del me emër Hasani katolik, se kam dëgjuar. Pra, ne jemi pasgjismërisht, pashmangshmërisht të rreshtuar në këtë blok. Kështu që automatikisht do të ta mbështesim moralisht kaq kemi fuqi Izraelin. Tash ky është opinioni im përveç Gazës. Izraelitët, kjo qeveri që është tash izraelite, ka 2 ministra psikopat. Pa vërtet. Kjo është e vërtetë. Ata po bëjnë genocid në Gaza dhe është Gaza që i ka hequr mbështetjen politike masivisht Izraelit. Është Gaza, sjellja e Izraelit Gaza, që popullsia perëndimore, Evropës perëndimore, që politikisht është me Izraelin. Po sidomos amerikanët. Dhe sidomos amerikanët, dhe ata po dalin në protesta në rrugë. Pse? Sepse sjellja e Izraelite në Gaza është jashtë kornizës së. E di kush është e bukur që këta fanatikët, partitë fanatike që mbështetin këta nuk bëjnë as shërbim ushtarak edhe kishin bërë namin pse donin të fusin në shërbim ushtarak. Pra, s'mund të vi është një çudi shumë e madhe, bile izraelitët kanë një barsalet. Thonë në Izrael 30% e popullsisë paguajnë taksa, 30% e popullsisë bëjnë luftën, 30% e popullsisë punojnë, por problemi është që është vetëm ky 30%, është vetëm një 30%, ndërsa 70% të tjerët rrinë falen gjithë ditën. Rrinë falen gjithë ditën. Pra, kjo është, mendoj unë, piknisja e këtij konflikti. Pika e dobët e gjithë. Zoti Shuko, duhet ju bëj disa pyetje për Ukrainën. Sigur ka rënë në heshtje, si është situata? Jo, nuk ka rënë në heshtje. Të paktën në media, jo se kanë rënë armët në heshtje. Po, palët po rigrupohen, po ripërqendrohen, po afrojnë rezervat. Kuptohet, tashmë u kam thënë, tashmë në fushën e luftimit vepron shkenca ushtarake, jo më arti. Shkenca vepron llogaria. Sa trupa, sa tanke, sa avion, sa municion, sa rezerva. Dhe fatkeqësisht rusët janë në supremaci
janë në supremaci të plot. Por ka një diçka, ne e trajtuam edhe dje, zoti Quko, është problemi i trupave, sasisë të trupave. Nuk e di, vazhdon, ekziston ajo teoria që trupa sulmuese duhet të ketë paktën një raport 3-1? Padyshim që vazhdon, është baza e planizimit dhe ekzekutimit të një operacioni mësymës. Padyshim është që është baza, duhet të ketë raport numerik në avantazh. Se sa pastaj historia e luftrave tregon që edhe raporti 1-1 ka sjell fitore të sulmuesit, duke përdorur taktikën e përqendrimit të shumicës së këtyre trupave, kur është raporti përgjithshëm 1-1. Sulmuesi ka përdorur taktikën e përqendrimit të shumicës së këtyre trupave në një pikë të caktuar, ku ka krijuar avantazhin taktik 5-6-1 dhe ka shpërthyer. Akoma nuk është studiuar plotësisht lufta në Ukrainë, pra lufta në një terren të hapur, e cila lejon operacionet e mëdha mësymse vetëm në periudhën e verës, apo vetëm në periudhën e dimrit të ftohtë, ku toka ka ngrirë që mund të lëvizin mjetet e blinduara dhe me zinxhir. Problemi është që ka një ngërç në ushtrinë ruse. Ka realisht një ngërç, se nga lajmet, kuptohet, nga analizat, ushtria ruse është në raportin e përgjithshëm, është në avantazh numerik në ushtarë, sepse në armatime është shumë në avantazh, mund të jetë 2, 3, 4 me një, në aviacion është në mënyrë absolute. E megjithatë aviacionin s'para e përdor, më tepër e përdor si artilleri bombarduese se sa. Po aviacioni ashtu përdoret për godit objektet në thellësi, në front dhe në thellësi. Po sa do përpiqem të analizoj, mendoj që këtu ka një ngërç, ushtria ruse ka një ngërç, e ka në komandim, e ka në përgatitje, sepse në armatim, municion, në rezerva, dallohet shumë qartë, ata janë në avantazh shumë të madh. Unë mendoj që ngërçi është ky. Ukrainasit janë bërë mjeshtër të luftës asimetrike, të luftës me dron. Ukrainasit janë bërë mjeshtër të përdorimit luftarak të aq pak artillerie sa kanë apo u kanë ngelur. Gjuaj dhe largohu. Në një filmim që pash, gjuanin 3-4 dhe largohesh. Normal, se do ruanin forcë. Mos identifikohesh. Unë mendoj që pika kryesore, ku ky front është thuajse i stabilizuar, për një ushtri dhe një hapësira gjigante që të kapësh 2 fshatra, 3 fshatra, nuk është se është një fitore e madhe, mund të jetë fitore taktike e asaj brigade që ka lufton në atë pjesë territori. Dhe unë mendoj këtu e kam fokusuar analizën time tek përdorimi masiv dhe tek taktika e përdorimit masiv të dronëve. Zoti Quko, mos ka të bëj edhe informacioni amerikan, do me thënë. Në qoftë se rusët grumbullojnë për të krijuar këtë supremacin në një pikë të caktuar, grumbullojnë trupa, amerikanët i japin informacion dhe ukrainasit gjithashtu grumbullojnë trupa aty për të krijuar raportin 1-1. Sepse e pam në momentin që mungoi informacioni amerikan, pra pika themelore e zhvillimit, pika e parë e planizimit dhe të zhvillimit të një operacioni, mësymës apo mbrojtës që si ka, është zbulimi. Pa zbulim nuk mund të zhvillosh dot asnjë lloj operacioni apo luftimi taktik. Dhe tashmë është bërë shumë imediate. Futja masivisht e reparteve dhe njësive ukrainësit kanë ngritur komandën e dronit. Komandë të dronëve. Pra, edhe për ushtrinë tonë, kur them për ushtrinë tonë, aq më tepër, po për gjithë ushtrinë perëndimore,
futja masivisht e reparteve dhe njësive të dronëve. Tashmë nuk një skuadër me 10 veta nuk mund të kuptohet dot pa pas 2 lloj dronësh. Dronin e zbulimit dhe të korrigjimit të zjarrit dhe dronin goditës. Një skuadër me 10 veta. Nuk kuptohet dot. Një gryk zjarri, qoftë edhe i mortaj 81 mm, që e ka largëdhjen 4 kilometër. Nuk mund të kuptohet dot pa dronin e vetë të zbulimit dhe të korrigjimit të zjarrit. Ato që dikur në artilleri ishin pikat e përritimit? Ato që ushin skuadrat e zbulimit dhe të zjarrit. Tashmë është droni. Pra, është detyri imediate e shtabeve tonave, po flasim për hallin ton, po besoj Evropa e ka nxjerrë këtë mësim. Urgjentisht duhet që ne të fusim në përbërje dhe të trajnojmë elementet, skuadrat, repartet e drone. Nuk po them njësi, sepse njësia është goxha e madhe. Unë me sa kam ndjeni ka filluar reflektimi nga shtabit përgjithshëm dhe mendoj që një nga drejtimet e modernizimit të ushtrisë, një nga drejtimet e forcimit të fuqisë tonë kombëtare të mbrojtjes, duhet të jetë krahas ndërtimit të fabrikave të municioneve që tashmë është shpallur zyrtarisht nga qeveria. Unë mendoj që me iniciativën direkt të kryeministit Rama, duhet që të ketë iniciativë dhe për ndërtimin e një linje dronësh. Është drejtimi më kosto eficient që rezulton tashti. Dhe është shumë e thjeshtë me një grup ukrainasis. Jo ushtarë që veprojnë në front, me një grup ukrainasis ushtarë që janë plagosur, që nuk shkojnë më në front, meri dhe të t'japin përvojën e tyre. Për të trajnuar ushtarët tanë? Për të trajnuar ushtarët tanë dhe po kur them trajnuar, për trajnuar komandantët tanë, pastaj ushtarët tanë. Si e gjykoni tashmë, le themi, ushtrinë ukrainase dhe ushtrinë ruse? Janë 2 ushtrit më të përgatitura, më të trajnuara, më me përvojë në botë për zhvillimin e operacioneve dhe të luftimeve toksore. Si që është aviacioni izraelit, më i miri maja e aviacioni sot. Për ajri, këto 2 janë ushtrit më të përgatitura, më të trajnuara, se janë trajnuar me gjak. Me vërtet. Janë trajnuar me gjak sot në botë. Ne evropianët, Perëndimi duhet të marri shembull, do të marri përvojën të menjëhershme nga ushtria. Është interesante, po edhe Hoxha në kohën e vet dërgoi oficerë në Vietnam. Në Vietnam. Që u trajnuan për Unë mendoj që janë këto lloj lidhjesh, duhet të jenë, se nuk di asgjë konkretisht, po unë di këtë gjë që ne, shtabi jonë, Ministerial e Mbrojtjes, urgjentisht duhet krijoj lidhje. Dhe nuk ka nevojë të trajnohesh ti bazuar mbi përvojën teorike të asaj lufte, po duhet të trajnohesh shpejt në kohë dhe të trajnojnë ata ustallarët që e kanë me gjakun e tyre këtë gjë. Ndërkohë rusët kanë avancuar në Sumi, i cili është në... Po, shumë afër kufirit kanë avancuar. Problemi është që është më tepër një presion për të ulur përqendrimin e tyre në mendoj që diku tjetër po përqendrohen rusët, jo në Sumi, diku tjetër po përqendrohen rusët për të realizuar atë shpërthimin. Unë i qëndroj mendimit që qëllimi strategjik i Putinit është pushtimi i Ukrainës, i gjithë Ukrainës, pushtimi i Kievit, i gjithë Ukrainës. Po ka mundësi? Koha po tregon që ai është konsistent, ai është këmbëngulës. Ky Medvedevi në një fjalim para 2-3 muajsh tha, ne kemi luftuar me Suedin 21 vjet rresht derisa fituam, po në Pjetrit Madh. Pra, unë mendoj që qëllimi final strategjik i Putinit është... Ose të paktën për ta hadhur deri në Djepër. Deri në Djepër. Deri në Djepër, po përfshi dhe Odesën.
Po, Odesën ata e kanë një fiksim të tyre, është edhe një lloj qendre, në fakt është edhe për ukrainasit, një lloj meke e tyre. Jo vetëm për ukrainasit, po është për gjithë krahun jugor të NATO-s. Është për të gjithë krahun. Jo, e kanë mbapin edhe nga pikpamja kulturore, mos harrojmë që edhe ne aty kemi ngulime shqiptare. Po pra se nuk është popullsi multietnik. Po, multietnike, një qytet kozmopolit. Zoti Shuko, atëherë mendohet përgatitja e një ofensive. Besoj. Të paktën, me sa kam parë në këto 3 vjet, më duket se rusët do ta kenë të vështirë të çajin, po edhe ukrainësit nuk i marrin dot tokat që kanë humbur. Jo, ukrainasit nuk i marrin dot tokat, se ju thash, tashmë në fushën e betejës po vepron matematika. Shkenca ushtarake, jo arti. Arti ishte në 10 ditë e para të luftës. Tashmë po vepron shkenca ushtarake, dhe shkenca ushtarake bazohet mbi numrat plus morali. Plus morali është gjysma e gjithë çështjes. Pa moral të lartë ukrainësit nuk mundeshin dot të realizonin këto 3 vite gjys luftë masakruese. Po të shikoni statistikat e humbjeve ditore në Stalingrad të 42-shin, nuk janë më të larta se sa humbje ditore të palëve në Bakhmut. Për frym popullsi. Humbje ditore totale, popullsi civile, ushtarë të vrarë, të plagosur, godinat shkatruara. Të cilin Zaluzhini thoshte nuk ja vlen ky çmim gjaku, kë po paguajmë. Ish shef i shtabit të Ukrainës. Po, Zaluzhni. Zaluzhni ishte i strategjisë elastike. Ishte realizimit të strategjisë elastike, e cila dha efekte themelore në pjesën e parë të luftës. Përplasja më e madhe, dhe unë mendoj që Zaluzhni kishte komplet të drejtë, ishte në kundërmësymjen më thonjza ukrainase në 2023, kundërmësymjen verore. Zaluzhni nuk ishte dakord, sepse nuk ishte krijuar sistemi integruar i plot i ushtrisë ukrainase për të realizuar një operacion mësymës. Është rasti i parë në historinë e luftëve moderne që një ushtri kalon në mësymje në një drejtim caktuar pa pasur jo superioritet ajror, se s'mund ta kishte, po pa pasur dhe ombrellën kundër ajror, nuk e kishin ata. Por ajo operacion u zhvillua me presionin e fort politik gjithë Perëndimit. Dhe Perëndimi kishte për synim të binte publikun e vetë që ndihma dhe parat që po japim ne, ja vleti. Me sa duket do të kemi një paqe të nxehtë ose një luftë të ftohtë, një model të Koreas së Veriut. Lufta e ftohtë. Apo nuk e llogarisim dot. Lufta e ftohtë. Njëri përsëritje e luftës. Duke parë që edhe para pak ditësh Putin deklaroi ku shkel këmba e ushtarit rus, është Rusi. Dhe ne Ukraina si të janë rus. Më duket se kanë Ky është varianti më i mirë për Perëndimin, për mendimin tim. Lufta e ftohtë. Ripërsëritja e skenarit luftës deri në 90-s, ky është varianti më i mirë për Perëndimin, sepse efekti themelor i një lufte ftohtë është ekonomia. Nuk është ushtria. E qartë. Është varianti më i mirë për Perëndimin. Perëndimi është i pasur, Perëndimi ekonomikisht është i pasur, Perëndimi teknologjikisht është shumë më i përparuar, dhe unë mendoj që Putini këtë nuk mund ta pranojë, sepse e kanë pësuar njerë rusët nga lufta e ftohtë. Gjithsesi, armëpushimi, unë shpresoj që të zgjas armëpushimin lindjen e mesme. I jep Perëndimit kohë. Kur them Perëndimit, Izraeli, po izraelitët i dinë mirë punët e veta. Dilema kështu siç janë. Kur them Perëndimi, na jep ne kohë tanë. Ne. E qartë, Europës Perëndimore. Në skenarin më të frikshëm, sipas analizës time, është largimi amerikan nga Europa. Largimi amerikan nga Europa është kambana
më e fortë e alarmit për ne. Për ne. Zoti Shugo, Jo për Evropë. do jetë hera e parë që një perandori lëshon territoret e veta. E dha shenjën ai dia i dha shenjën. Do t'ishte sot ai Kam friksesh në më shumë summit. bllov se sa... Do t'ishte sot në summit ai? Jemi në fushën e bllofit. Po, mbase. Jemi në fushën e bllofit. Të gjithë thonë janë, sepse do jetë perandoria e parë në historinë e njerëzimit që lëshon territore. Lëshon një për të mbajtur fort Po territorin një sekondë se është territori më i pasur këtu dhe Europa ka GDP-n që ja kalon disa herë Kinës. Kështu që nuk besoj që do ta... Po, unë shpresoj. Do thotë kështu, bëni një çik më shumë pompa, aty ulni, bëni stërvitje. Po, dha kërkesën 5%. Po pra, 5%, po edhe Spanja që është një shtet shumë pacifist. Do përpiqem. Deri 2.1%, do ta çoj pa deri 2.1%. Kështu që, zoti Shugo, faleminderit për bisedën. Faleminderit edhe juve. Faleminderit edhe juve që na ndoqët.